Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve referuan materialet në prokurori kur nisi procedimi penal për një 41 vjeçar banues në Vlorë pasi gjatë kontrollit fizik shërbimet e policisë gjetën një sasi të vogël lëndë të dyshuar narkotike kokainë, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët e stacionit të policisë Orikum referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi penal për një 18 vjeçar banues në fshatin Radhim, sepse pas një konflikti për motive të dobta me një 20 vjeçar banues në Orikum, i ka kthyer të fundit xhamat automjetit me sende të forta. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë së Sarandës referuan materialet në prokurori, kur nisi procedimi penal për shtetacin D.A. banues në Delvin, pasi u konstatua duke kryer punime ndërtimi pa leje. Ndërkohë, specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban të komisariatit të policisë Sarandë referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi penal për një 21 vjeçar banues në Sarandë dhe për një të mitur 17 vjeçar banues në fshatin Shelegar, pasi u konstatuan duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori për vlerësim për 2 raste, për shtetasit VSH 71 vjeç dhe MP 60 vjeç, të 2 banues në Vlorë pasi janë konfliktuar me njëri tjetrin për motive të dobta. Një ditë më parë në lagjen Pavarësia 2 është gjetur pa shenjë jete në banesë një shtetës italian 90 vjeçar. Nga hetimet e para dyshohet se ai ka humbur jetën për shkaqe natyrale. Materialet procedurale ju referuan prokurorive të Vlorës dhe Sarandës për veprime të mëtejshme hetimore.